Kryesia e klubit futbollistik Vllaznimi në mbledhjen e mbajtur sot ka aprovuar kërkesën e kryetarit dhe nënkryetarit të deritanishëm të klubit, Mentornela respektivisht Pash Daia, që për shkak të angazhimeve personale e profesionale të lirohen nga funksionet e deritanishme. Me këtë rast, kryetari i ri i klubit futbollistik Vllaznimi u zgjodh antari i deritashëm i kryesisë Faton Batusha, i cili ka kohë që rregullisht mbështet klubin. Në këtë mbledhje, antar të ri të kryesisë së klubit janë zgjedhur Xhelal Kaçi, Jeton Mamusha dhe Shpat Dina, ndërsa kryetari i ri në përputhje me kompetencat që ja lejon statuti i klubit brenda pak ditësh do ta kompleton kryesinë e re dhe me 2 antar të tjerë. Menaxheri i klubit është emëruar Bujar Guta, ndërsa kryesia e klubit në përbërje të re tashme ka filluar kontaktet me trajnerë të mundshëm që do ta udhëheqin skuadrën e Vllaznimit në edicionin e ardhshëm të garave 2015-2016 dhe së shpejti do të zgjedhë shtabin teknik në përbërje të re.